Disa ngjarje janë zhvilluar ditën e sotme që kanë lidhje me seancën në Këshillin e Mandateve për shqyrtimin e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila nisi në orën 10 dhe ku Balluku nuk mori pjesë, pasi ndodhej në mbledhjen e qeverisë e thirrur nga kryeministri Edi Rama. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura me gjithë kundërshtimin e opozitës për të zhvilluar me dyert të hapura dhe në sallë ishin të pranishëm 3 prokuror, mes tyre kreu i ri i SPAK, Klodian Braho, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Avokati Ballukut kërkoi shtyrjen e saj me argumentin se i nevojitet më shumë kohë për të njohur me materialin. Gjatë mbledhjes pati debate të ashpra pasi vazhdimisht po diskutohej lidhur me USB-n me provat e SPAK, ku socialistët thanë se provat duhet të shqyrtohen brenda në mbledhje dhe se USB-ja nuk duhet u jepet anëtarëve që të aksesojnë materialet vet. Por prokurorët e SPAK thanë se materiali USB-s mund të aksesohet nga anëtarët e Këshillit të Mandateve dhe mund t'i ketë provat secili prej anëtarëve. Ndërkohë shoqëria civile dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt protestuan paradite para kuvendit me pankarta në duar, ku kërkoi heqja e imunitetit të Ballukut dhe të lejohet arrestimi i saj nga SPAK. Gjithashtu edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar ditën e sotme një takim të zgjeruar me aleatët e opozitës, ku në fjalimin e tij me tone të ashpra hodhi akuza ndaj qeverisë, kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëses së tij, Belinda Balluku. Bën 100 manovra që ajo të mos shkoj atje ku e ka vendin. Përkundrazi, flitet për luftë. Se del dhe linda tjetër, linda me radha. Nuk ka patur kur një situatë të tillë si kjo. Kur.